Edhe Gjirokastra u përfshi gjatë orëve të vona të mbrëmjes nga rebeshe shiu. Ujë vërshoi në rrugët e qytetit të Gur duke shkaktuar përmbytje të mëdha. Shumë banesa por dhe biznese u përfshin nga ujë, niveli të cilit shkoi në disa centimetra ndërsa mori para dhe disa makina. Ky është momenti kur i dha ujët merr para një mjet të parkuar. Ka njëri brenda, ajo iku. Si pasojë e daljes nga shtrati të Projë të Ficos, u përmbyt lagja e poshtme e qytetit 18 shtatori, ndërsa situata problematike ishte edhe në zonën e njohur ura e Lumit. Përmes një njoftimi publik, kryebashkiaku i Gjirokastrës Flamur Golemi ju bëri thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal dhe të shmangin lëvizjen e panevojshme për shkak të rrezikut që mund të vijë nga përkeqësimi i kushteve atmosferike. Strukturat lokale dhe qendrore të emergjencave janë në terren dhe në ndjekje të vazhdueshme të situatës për të bërë gjithçka që është e mundur që të mos ketë pasoja mbi të gjitha në njerëz dhe më pas dëme materiale, shkroi ai në rrjetet sociale, ndërkohë emergjencat janë në gatishmëri për të përballuar situatën.